Çdo herë kemi qenë këtu, vazhdimisht kemi vajtuar, si të themi, kemi bërë kërkesa në instanca të ndryshme për të ndihmuar pos investimeve vetanake, ma në fund një dritë, si të thonë, në fund tunelit. Edhe për ju. Dashti Zoti, falë zistranëve, falë donatorëve zistranë, na mundësun 50-50 me investu një fidanishte moderne në prunën tonë, që mi dho mundësi farmerve me pas bimë ma kualitative, ma të shëndetshme, që t'jenë ata të sukseshme në fermat e tyre. Dhe investimi po shihet ja ka vlerë diçka mrekulli, një prodhim. Investimi është teknologjia e fundit për fidanishte, edhe pse s'ka përfundu si projekt, se i donë edhe një shtesë, 70% e projektit ka përfundu, po i donë edhe një 30% investimit. Për momentin është qjezimi, ujitja automatike, tavulinat punuse, ujitja automatike është me mënyra ndryshme plehrimit, krejt kanë kryen këtë fazë që është më bazike. Tash na ka me investu edhe pjesën e ventilimit në mënyrë automatike, si të lagështisari, si të qarkullimit të ajrit, edhe më kombinu me nxemjen. A është sekretet e dim sa është investu? Investimi deri tash ka shku 170.000 euro. Dikon vlera 78.000 euro mbulu prej sys kontaktit, mjetet të donatorit. Po. Edhe pjesa tjetër Buxhet familjar. Familjar. A kredimarrja apo gafetim? Kredimarrja pak, po edhe na kanë mundësu familjar që kemi jashtë dhe pjesë që kemi bë kursimet familja. Do thot ka edhe tjerë vullnetit mirë që të ndihmojnë. Më me thonë tash që ju thojnë motrat edhe baxhanak, se në vëllau s'kam, po kanë dashur Zoti, ata më kanë përkrosë, kanë po që honrat e mia nuk po mund realizohen me kohë, vitet po ecin edhe tu po më kanë thënë që shtyti i projektin, hen projekt dhe na kemi të përkrahur deri në fund. E Zvicrën a u dash shumë mund për me i bind, për me investu? Nuk ka pas nevoj me bind, as kam pas nevoj me bon projekt, plan biznisit, kanë ardhë. Unë e kom shprej si vullnet që kam andrë qështu me pas një fidanishte, kanë ardhë, kanë morë intervjun, i kanë morë vizionin tem për këtë punë, edhe e kanë pranu si fidanishte, është e dur për këtë zonë, për këtë lokacion, edhe po shihet rezultati që edhe këta janë shumë të kënaqur, po edhe na jemi shumë të kënaqur që kena arritur në këtë nivel.